Rigers Sheqeri, kreu i IMT në Tiranë, është pezulluar nga detyra me një vendim të gjykatës pas kërkesës së prokurorisë së kryeqytetit. Sipas raportimeve, vendimi i marrë disa ditë më parë vjen pas një kërkese të prokurorit Julian Xhengo, që po heton zyrtarin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Rigers Sheqeri për shpërdorim detyre. Më konkretisht, sipas raportimeve, prokuroria po heton një skem të dyshuar që përfshin leje dhe ndërtime në kryeqytet, që dyshohet se janë lejuar nga kreu i IMT-s. Gjithashtu në hetime është përfshirë edhe një ndërtues, për cilin është vendosur masa e sigurisë, ndalim i daljes jashtë vendit. Me të njëjtin vendim janë shpallur në kërkim edhe 2 inspektorë të IMT-s. Hetimet përfshin dyshime për një strukturë brenda institucionit që mund të ketë toleruar ose favorizuar ndërtime të paligjshme, ndërsa hetimet vijojnë. Ato ndodhin pikërisht në një kohë kur pothuajse çdo ditë nga kryeministri jepet lajmi në rrjetet sociale për lirimin e hapësirave nga ato që konsiderohen si ndërtime të paligjshme. Ky aksioni si menjëherë pasi Edi Rama ndërmori procedurat e shkarkimit të Erion Veliajt si kryebashkiak i Tiranës, që më pas u konsideruan antikushtetuese nga gjykata kushtetuese.